Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet për vrasjen e biznesmenit në ndërtim Eduard Reçi në 14 nëntor 2024 dhe ka dërguar për gjykim të vëllezërit Shkëlqim dhe Florian Dukaj. Ndaj tyre rëndojnë akuzat vrasje me paramendim, mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve dhe prodhim, mbajtja, bërja apo shitja pa leje armëve të dota. Reçi u qellua me një plumb në kokë nga ish efektivi Shkëlqim Duka për motive pronësie. 52 vjeçari Reçi, i cili ka qenë edhe pjesë e shish, ndër vite kishte ndërtuar 2 pallate dhe një vilë dhe të gjithë njësitë e banimit, garazh dhe njësi tregtare, vila e tjerë, të cilat ishte dhënë me qira tek persona të ndryshëm. Reçi ka patur mosmarrveshje për çështje pronësie me 2 vëllezërit Dukaj, pasi një pjesë e lokalit të tyre ishte ndërtuar mbi tokën e Reçit. Ky i fundit, donë se 2 vëllezërit Dukaj i kishin pushtuar tokën e tij, kishte refuzuar që çështjen ta zgjidhte, duke ju drejtuar institucioneve. Sipas organit të akuzës, Reçi u kishte kërkuar 2 vëllezërve që ta lironin tokën në mënyrë vullnetare, por ata kishin refuzuar dhe kështu ka lindur edhe konflikti. Prokuroria e Tiranës thotë se Reçi u kishte propozuar dhe të ndërtonin një pallat, por 2 vëllezërit Dukaj pretendonin se do të dënohej sipërfaqen e tokës që u kishte zaptuar dhe kishin planifikuar vrasjen e 52 vjeçarit. 2 vëllezërit kishin planifikuar me detaje vrasjen e Reçit, siç rezulton edhe nga hetimet e zhvilluara prej një viti. Gjithashtu është planifikuar nga ish efektivi Shkëlqim Duka, i cili është ndihmuar edhe nga vëllai. Ai ka parashikuar të gjithë rrethanat për realizimin e vrasjes, madje ka patur saktësi në realizimin e vrasjes duke bërë edhe një qitje në poligon. Shkëlqim Dukaj ka siguruar armën, 2 lbit për vëzhgimin e Reçit, si dhe ka zgjedhur vendin nga ku do qellohej, një pallat përballë shtëpisë së Reçit. Ish efektivi e ka nxjerrë ndërtuesin në prit, duke hedhur fillimisht fishek zjarre në oborrin e lokalit, me qëllim që të mos identifikoheshin nga kamerat e sigurisë. Vrasjen e realizua në orët e vona të mbrëmjes së 24 nëntorit 2024. Nga vëzhgimet e Reçit, para se të vrisnin, ata kishin kuptuar se ndërtuesi çdo mbrëmje dilte të pastronte oborrin dhe kështu kishin zgjedhur që ta qellonin nga pallati përballë. Reçi ishte me bashkëshorten kur është qelluar për vdekje, ndërsa 2 vëllezërit e dyshuar u arrestuan vetëm 10 ditë pas ngjarjes së rënd.